është ajo që themi unë, si kam qenë para 2 vitesh, ç'a mendimesh kisha. Të gjithë mendoj që dita ditës rritemi. Në mos dita ditës, vit pas viti. Po a imagjinoni dot një investim te vetja aq të madh, sa gjithë atë kohën që e përmendëm pak më përpara që ti harxoje, të bëj këtë që të mendoj shefi këtë, të bëj këtë që të mendoj kolegu këtë, të bëj këtë që të mendoj dashuri këtë, ta hedhësh te vetja jote. Imagjinoni dot sa rapid, sa i shpejt do jetë ndryshimit e ju. Për shembull, po jap një rast. E zëm një grup i vjetër shoqëror që ti ke qenë në gjimnazme, po themi, janë mbledhur me njëri tjetrin për të rikujtuar ato kohët e vjetra. Okej. Nuk të ftojnë ty. Po. Dhe ti rri atje në shtëpi, kontrollon këta. Po, uv buf, hasjan këta, kohë e humbur pa asnjë arsye. Kur ti mund të jesh duke thënë me veten tënde, prit pak, kush janë njerëzit që kujtohen gjithmonë për mua, që më ftojnë për kafe, që kalojnë kohë me mua, që më pyesin, "Ore, thjesht një heja, je mirë?" Janë këta njerëz. Okej, këta të gjimnazit pas kanë dalë bashkë. Po këta legena. Të marr këta njerëzit e mi dhe të dalë, të pi një kafe, të ha një drek, të bëj një diskutim, ti marr në telefon ti pyes unë tani si janë ata. Kjo është një kohë që ti ja heq këtë gramatur energjie, po flasim në aspekt spiritual, le të them, dhe ja hedh këtyre.